Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullën e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër, me një zemër të thyer dhe një zemër të përulur vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, njeriu si krijesë nuk ka mundësi ta zgjedh mënyrën më të mirë dhe të duhur se si të jetoj dhe të veproj në këtë botë. Mu për këtë njerëz i shef duke marrë modele dhe shumbulltyra të ndryshme se si ta zhvillojnë jetën në këtë botë. Modele të ndryshme. Për këtë Allahu subhanahu wa taala dërgoi pejgamber dhe tha: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e patët dhe e keni shembulltyrën më të mirë, ërnekun më të mirë. Pra njeriu është i mangët që ta zhvilloj jetën në mënyrë si duhet, pa një ërnek, pa një shembulltyrë. Dhe për atë Allahu subhanahu wa taala pra dërgoi pejgamber, në krye pra me pejgamberin e fundit dhe obligoi umetin e tij që ta marrin si shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Me të vërtetë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjeni shembulltyrën më të mirë." Për këm? Për çdo këm jo. Limen kana yarju Allah wal yawm al akhir. Ai i cili shpreson takimin me Allahun subhanahu wa taala dhe beson në botën tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra të nderuar vëllezër ishte shembulltyra jon dhe nuk ishte shembulltyra jon që ta pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetëm në ritualet e adhurimit. Pra ta pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam veç si të falemi, ku t'i vendosim duart dhe kështu me radhë, por ta pasosh dhe ta merrsh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si shembulltyr do të thotë të jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shembulltyr për ty në çdo portë të jetës tënde. Prej nga zgjohesh nga gjumi deri që bie me fjetë, pra ta pasosh dhe ta merrsh shembull dhe ta shikosh se si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç saj të nderuar vëllezër, ta merrsh edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ti meditosh dhe të ndalesh me ato hadithe sepse janë thesare. Një nga hadithet të nderuar vëllezër që do ta ndaj me ju, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Arba'un idha kunna fik fala alayka ma fataka min ad-dunya." Nëse Allahu subhanahu wa taala pra apo nëse tek ti gjenden 4 cilësi, atëherë fare thot mos u brengos se çka të humbet nga kjo dunja. Pra nëse i ke këto 4 cilësi, fare mos u mërzit. Pra një hadith shumë i shkurt të nderuar vëllezër, mirë po me përmbledhje apo me domethënie shumë të mëdha. Dhe kjo ishte veçori e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur tha: "Utitu jawamil kalim." Më është dhënë pra që me pak fjalë të them shumë. Dhe për fat të keq ka shumë njerëz që flasin shumë dhe nuk thojnë asgjë. Dërsa tipar dhe veçoria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte që pak të flas. Definicione të jap, mirë po të thojnë dhe në to të gjenden shumë margaritar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith, nëse pra i posedon këto 4 cilësi, mos u brengos se çka të ka i nga kjo botë. E para thot hifdhul amana wa sidqul lisan wa husnul khuluq wa iffatu fi tu'ma. Thot e para thot ruajtja e amanetit. E dyta vërtetësia në të folur, e flet të vërtetën. E treta ke moral të lartë. Edhe e katërta pra atë pasuri që e fiton me ndershmëri dhe nuk je lakmitar në atë çka posedojnë të tjerët. Pra të nderuar vëllezër, ky hadith
është rregull në jetë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thotë që nëse tek ti gjinden këto 4 gjëra, fare mos u brengos se çka të humbet nga kjo dunja, sepse je i plotësuar. E para të nderuar vëllezër, hifdhul amana. Pra këto 4 ne do t'i ndam në 4 hutbe sepse nuk na premton koha që të flasim për të gjitha, mirë po do t'i ndam një nga një për rëndësinë që kanë këto 4 cilësi apo 4 tipare. E para të nderuar vëllezër është hifdhul amana. Ruajtja e amanetit. Shtrohet pyetja se çka është amaneti. Të nderuar vëllezër, çdo gjë, çdo dhunti, çdo begati që Allahu subhanahu wa taala ta ka dhënë, kjo është amanet tek ti. Varet ti si e shfrytëzon këtë amanet. Pasuria që Allahu subhanahu wa taala ta ka dhuru, kjo është amanet. Se ky pra nuk është se ti Allahu subhanahu wa taala ta dha këtë pasuri vetëm se ti ndoshta jemi i urti, apo jemi i afti dhe kështu me radhë. Ka shumë të urtë se ti. Ka shumë të aftë se ti të nderuar vëllezër, mirë po Allahu subhanahu wa taala të zgjedhë ty dhe të begatoj me një pasuri. Atëherë kjo pasuri të nderuar vëllezër është amanet tek ti. Dhe do të pyetesh se si e ke shfrytzuar këtë pasuri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të lëviz këmba e birit Ademi derisa të pyetet. Për çdo gjë të nderuar vëllezër, njeriu do të pyetet vetëm një herë. Për pasuri do të pyetet 2 herë. Do të pyetet se e fitoj dhe do të pyetet ku e harxoj. Pra është amanet. Varësisht nga ti varet se si e menaxhon këtë amanet. Të nderuar vëllezër, shikimi është amanet, sepse ka shumë që janë të verbër. Allahu subhanahu wa taala të begatoj me këtë dhunti. Atëherë do të pyetesh se këtë amanet të cilin Allahu subhanahu wa taala të begatoj, a je duke e shfrytzuar në të lejuar apo në të ndaluar? Ndëgjimi të nderuar vëllezër është amanet tek ti, sepse ka shumë që janë të shurdhër. Këtë amanet të nderuar vëllezër që Allahu ta dhuroj apo të begatoj me këtë nimet, a je duke ndëgjuar haram apo je duke ndëgjuar gjëra të lejuara? Çdo gjë të nderuar vëllezër, çdo dhunti dhe çdo begati të cilin Allahu subhanahu wa taala ta dhuroj dhe të begatoj, dije se është amanet mbi supet e tua. Atëherë, a do të jesh nga ato që e ruan amanetin, apo do të jesh nga ato të cilët nuk e ruan amanetin? Nëse je nga ato të cilët e ruan amanetin të nderuar vëllezër, dije pra se është prej atyre gjërave që i përmendëm në hadith, edhe 3 gjëra tjera nuk do t'i bish pra pishman se çka të hupen nga kjo botë. Mirë po nëse je nga ato të nderuar vëllezër që nuk e ruan amanetin, dije se çfarë do të posedosh nuk do të bëj dobi. Familja të nderuar vëllezër është amanet. Gruaja të nderuar vëllezër është amanet tek ti. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam momentet e fundit të jetës së tij çka tha? As-sala wa ma malakat aymanukum. Namazi dhe ato të cilët i keni në pronësinë tuaj, pra për gratë, na la amanet. Prindërit të nderuar vëllezër janë amanet tek ti. Atëherë shiko se si e duke u sjell me ta. Dhe të nderuar vëllezër, gjaja më kryesore se çka është amanet tek ti dhe tek unë të nderuar vëllezër është feja. Është ky din. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allahu subhanahu wa taala këtë fe thot, këtë amanet ja paraqita një herë thot inna aradna al-amanata ala as-samawat bi qejt wal-ard tokës wal-jibal dhe maleve. Këtë amanet mirë po ata nuk e pranuan. Fa abayna an yahmilnaha, nuk e pranuan dhe refuzuan ta bartin këtë amanet nga frika dhe përgjegjësia që e ka. Wa hamalaha al-insan. Mirë po njeriu e bajti këtë amanet. E bartëm unë dhe ti këtë amanet. Pse? Innahu kana zaluman jahula. Me të vërtetë njeriu është i pa drejtë dhe i pa ditur. I pa drejtë se nuk din se çfarë amanetit ka pranuar dhe i pa drejtë nuk sillet drejt, pra nuk e jep hakun këtij amaneti. Të nderuar vëllezër, amanet është edhe edukimi i fëmijëve. Dhe një prej amanetave kryesor që apo është një kategori e cila është më e rrezikuara sot.
Cilësi dhe tipari të gjithë pejgamberëve të nderuar vëllezër ishte që këtë amanet, këtë fe pra t'ja bajshtin edhe pasardhësve të tyre. Thot Allahu kur e përshkruan pejgamberin Jakub, thot em kuntum shuhada idh hadara Jakub el maut. A ishit ju dëshmitar kur e erdhit Jakubit vdekja? Em kuntum shuhada idh hadara Jakub el maut idh qale li banihi. Jakubi pejgamberi i mblodhi fëmijët e vet para vdekjes, momentet e fundit të vdekjes dhe i tha: Ma ta'budune min badi. Kënd do ta adhuroni ju pas meje? Pra, a do ta adhuroni atë që adhurova unë, pra këtë amanet të ja përcjell fëmijëve të vet, amanetin e fesë, shumë me rëndësi. Ma ta'budune min badi, kënd do ta adhuroni pas meje? Qalu na'budu ilahak, do ta adhurojmë Zotin tënd. Wa ilaha abaika Ibrahim, Zotin e babait tënd Ibrahimit, wa Ismailit, wa Ishaq, wa Jakub, wal asbat, thot, tilka ummetun kad khalet, leha ma kasabat, wa lakum ma kasabtum. Mirë po Allah subhanahu wa ta'ala thot, ato janë popull që kanë kalu para jush, dhe ato i morën ato në të cilën pra ishte përgjegjësia tyne, wa lakum ma kasabtum. Dhe ju do ta merrni varësisht atë se sa këtë amanet të cilët e patët e përcollët tek pasardhësit e juaj. Tilka ummetun kad khalet, leha ma kasabat, wa lakum ma kasabtum, wa la tusaluna ma kanu ya'malun. Dhe ju nuk do të pyetni për ata që kanë vepruar, por do të pyeteni ju se si e përcollet këtë amanet. Të nderuar vëllezër, njeriu me natyrën e tij është lakmitar dhe është njeri që don, nuk ngihet, dhe kjo është në brendësinë e tij. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse birit Ademit i jepet një kodrin me ari, kjo nuk do ta ngop këtë dhe do ta kërkojnë edhe tjetrën. Walem, dhe me thanë, dërsa nuk e ngin birin e Ademit të nderuar vëllezër, vetëm se dheu. Wa yatubu Allahu ala man tab, dhe Allahu ja pranon pendimin atij i cili pendohet. Të nderuar vëllezër, ky hadith na jep të kuptoj se dunjaja është test dhe sprov për ahiretin. Nëse njeriu e mirë menaxhon këtë botë, duke qenë në këtë botë, dunjan pra, është i kujdesshëm në bartjen e amanetit, është i kujdesshëm në të folurit e vërtetës, dhe nuk gënjen dhe nuk mashtron me çfarë do çmimit, dhe me çfarë do kostoje vetë thot të vërtetën. Ka moral të lartë, dhe është i ndërgjegjshëm dhe e kërkon pasurinë me ndershmëri, dhe nuk është lakmitar të nderuar vëllezër, ky person në mënyrë indirekte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja garanton ti xhenetin. Thot nuk ka, domethënë nuk të hupen asgjë nëse nuk ke diçka. Mirë, po nëse këto katër gjëra të nderuar vëllezër nuk gjenden tek ne, atëherë e kemi në pikpyetje xhenetin, pra dhe mund të ta humbim xhenetin. Allahu subhanahu wa ta'ala të nderuar vëllezër, në shumë ajete pra na tregon se dunjaja është joshse, është e vrasht. Njerëz garojnë që të fitojnë atë. Dhe nëse njeriu nuk e mirë menaxhon këtë, nuk e kontrollon dunjan, botën, jetën në këtë botë, por jeta është ajo që e kontrollon njeriu të nderuar vëllezër, ky njeri pra shumë lehtë edhe devijon. Mirë, po momentin që njeriu të nderuar vëllezër e mirë menaxhon dhe e kontrollon dhe dunjaja thjesht është mjet dhe nuk ka qëllim. Dhe dallimi mes mjetit dhe qëllimit të nderuar vëllezër është se ka njerëz në këtë botë që dunjan e kanë mjet për me fitu ahiretin. Dhe disa e kanë qëllim këtë botë, çka do të thonë e kanë qëllim, nuk fare nuk ka tek ai breng se si e fiton. Vetëm e ka qëllim me arrit pra tek pasuria, me arrit tek pozita, me arrit dhe me arrit tek disa suksese në këtë botë të nderuar. Qoftë në mënyrë të lejuar, qoftë në mënyrë të ndaluar. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith na tregon se keni kujdes. Nuk jemi kundër që njeriu të arrisë në këtë botë. Mirë, po thot arrini me ndershmëri, arrini me ndërgjegje të pastër, arrini me të lejuar, dhe jo me çdo kush që njeriu vetëm të arrisë. Atëherë të nderuar vëllezër, pra ky hadith ta vum para syve tonë.
E ajo është mbartja e amanetit apo ruajtja e amanetit, të thanurit e të vërtetës, morali i lartë apo morali i mirë dhe ndershmëria dhe ndërgjegjja në të kërkuarit e furnizimit në risk dhe mos të lakmojmë atë që është në dorën e dikujt tjetër. Dhe për fund të nderuar vëllezër, pasi jemi tek mbartja e amanetit, është një mesazh për çdo prind, për çdo nën dhe baba i cili është baba prind, ka hyrë në rrethin e përgjegjësisë të nderuar vëllezër. Dhe e ka amanet edukimin e fëmijëve. Dhe do të pyetet për të në ditën e Kiametit. Dhe nuk do të ketë arsye nëse ka qenë neglizhent në edukimin e tyre. Nuk jemi kundër suksesit. Mirë po të krenohet një prind se fëmiu i tij ka arrit sukses në filan vend dhe në filan kështu, ndërsa i njëjti fëmijë, të nderuar vëllezër, nuk e din shahadetin, të nderuar vëllezër, i njëjti fëmijë nuk beson në Allahun, i njëjti fëmijë nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala, nëse ky fëmijë kthehet dhe jemi duke ndëgjuar shumë raste, ky fëmijë kthehet kundër prindërve, ky fëmijë bëhet i pandëgjueshëm dhe i parespektueshëm ndaj prindërve kur të rritet, mos ta fajsoj vetëm se veten e vet. Sepse i ka hap derën e devijimit dhe mos respektimit, dhe ai njeri që e hap derën fëmijëve të vet të mos respektimit, pastaj mos ta fajsoj nëse e sjell të njëjtin rezultat për të cilin ja ka hap derën. Siç thot një poet arab të nderuar vëllezër, ramejteni fil yemi maktufal aidi wa qulta iyyaka wa iyyaka an tubtala bil ma'i. Thot më hodhe thot në një lum të lidhur duart, pastaj më thu kujdes, kujdes, shpëto dhe mos u lak nga lumi. Pra momentin që ja hapim fëmijëve dyert e devijimit, pastaj mos kërkojmë përgjegjësi vetëm tek vetja jonë. Hifdhul amana, ruajtja e amanetit të nderuar vëllezër, është kjo fe, është kryesorja që këtë fe ta bartin tek fëmijët tonë. Nuk ka shkush që të jesh dietar që t'ja mësojsh fëmijët gjërat elementare, t'ja mësosh vlerat dhe mos të rrim indiferent ndaj antivlerave dhe gjërave të cilat janë duke na imponu në mesin tonë, që kur nuk kanë qenë as pjesë e fesë tonë, as pjesë e traditës tonë, as kombit tonë. Hifdhul amane është ruajtja e amanetit, është aja e para, ndërsa hutben tjetër të nderuar vëllezër do të vazhdojmë me pikën e dytë, ajo është të thanurit të vërtetën. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.